Në një konferencë për mediat këtë të mërkur, guvernatori Gent Sejko raportoi të dhënat e reja të analizuara për ekonominë shqiptare. Sejko u shpreh se Banka e Shqipërisë ka vendosur të mos ndryshojë normën bazë për lekun, duke mbajtur vlerën aktuale prej 2.5%. Vendimi është marrë këtë të mërkur nga Këshilli Mbikëqyrës pas analizimit të treguesve ekonomik të 3 mujorit të dytë të vitit. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin 3 mujor të politikës monetare. Të dhënat e reja të marrën në analizë sugjerojnë se ekonomia shqiptare ka vijuar të ruajë një trend pozitiv zhvillimi edhe në 3 mujorin e dytë të vitit. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin e 2.5%. Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës jetitore në nivelin e 1.5% dhe të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë jetitore në nivelin e 3.5%. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë gjykoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për momentin. Ky qëndrim mundson përmbushjen e parashikimeve të skenarit bazë, duke i afruar ekonomisë shqiptare kushte të përshtatshme monetare për kthimin e inflacionit në objektiv. Mëtej, Sejko njoftoi se Shqipëria do të integrohet në sistemin evropian të pagesave të shpejta, i njohur si TIPS, i cili pritet të nisë zbatimin e plot në fund të muajit nëntor. Ne parashikojmë dhe plani objektivi ynë që në muajin nëntor, maksimumi në fund të muajit nëntor, ne të shkojmë live, pra të jemi efektiv me implementimin e sistemit TIPS, i cili është një klonim i sistemit evropian të pagesave të shpejta ose instant payment, siç e quajmë. Banka e Shqipërisë ka kohë që punon dhe jemi në një periudhë intensive pune në vazhdimsi dhe përmbyllëse për implementimin e këtij sistemi, në bashkëpunim me Bankën e Italisë, me Bankën Qendrore Evropiane dhe me sistemin bankar në vend. Natyrisht që ky është një sistem pagesas të shpejta, i cili do të krijojë lehtësi të mëdha, kursime në kohë dhe në para për gjithë konsumatorët, individët dhe bizneset shqiptare. Është një sistem mjaft i avancuar, në një lloj siç përdoret në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Nga analizat dhe për llogaritjet që ne kemi bërë, ekonomia shqiptare do të gjenerojë kursime potenciale deri në sistemi financiar do të gjenerojë kursime deri në 35 miliardë euro, kurse në nivel kursimi ekonomie në vit do të jetë deri në nivel 38 miliardë, lek. 35 miliardë euro për sistemin financiar dhe 38 miliardë lek për ekonominë në tërësi. Pavarësisht ecurisë pozitive dhe rënies së borxhit publik, Sejko theksoi se goditjet nga çmimet në tregjet ndërkombëtare dhe tensionet gjeopolitike mbeten faktor rreziku që po monitorohen vazhdimisht.